çfarë pritet të ndodhë sot në këtë seancë? Në fakt, ditën e sotme, gjykata e posaçme do të vlerësojë edhe masat e sigurisë së lëshuar ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku për edhe 2 personave të tjerë të cilët kanë qenë antar të KVO-s, pra Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, për të cilët është edhe masa e sigurisë së arrestit në shtëpi. Në fakt, seanca fillimisht është ndërprerë për disa kohë, për shkak se u kërkua edhe kohë nga ana e avokatëve për të njohur me aktet, ndërsa zonja Balluku është rikthyer në gjykatën e posaçme, ndërsa tashmë pritet që të nisë edhe seanca për vlerësimin e masës së sigurisë, pasi avokatët janë njohur edhe me aktet e gjykatës, por edhe me kërkesën për lëshimin e këtyre 2 masave sigurie, ajo e mosdaljes jashtë vendit, por edhe pozullimit nga detyra në ngarkim të Ballukut. Ndërkohë, artisti Gentian Gjyli, pra kreu aktual i ARS-s, por edhe Erald Delezi, kreu drejtori aktual i kesh janë paraqitur nën shoqërinë e punonjësve të policisë për shkak të masës së tyre të arrestit në shtëpi, ndërsa nga pritet paktën rreth orës 12 për shkak të kohës, pra që kërkuan edhe avokatët për rreth 2 orë, të rinis edhe kjo seancë për caktimin e masës së sigurisë dhe vlerësimin e këtyre masave të sigurisë në gjykatën e posaçme që janë kërkuar më herët nga SPAK dhe u firmosën nga gjyqtari Erion Çela. E kuptoj, ndërkaq një tjetër zhvillim që lidhet po ashtu me drejtsinë sot vjen për zotin Meta, në fakt ka qenë gjykata e lartë e cila ka rrëzuar kërkesën e tij për përjashtimin e gjyqtarit Ilir Panda, apo jo? Kjo më arsyetimin se Ilir Panda ka rrëzuar pra gjyqtari i gjykatës së lartë edhe kërkesat të mëparshme të Ilir Metës për heqjen e masës së sigurisë së arrestit në burg, dhe në këto kushte avokati i Ilir Metës kërkoi përjashtimin e Ilir Pandës, por si duket gjykata e lartë e ka rrëzuar këtë kërkesë, pra dhe vijon që Ilir Panda të jetë pjesë e trupës gjykuese, për sa i përket edhe një padije të bërë nga Ilir Meta në gjykatën e lartë për heqjen e kësaj mase sigurie. Tashmë pritet që me datën 27 nëntor në orën 10 të shqyrtohet edhe kërkesa e bërë nga avokati i Metës për heqjen e masës së sigurisë, dhe siç vendosi gjykata e lartë do të jetë i pranishëm edhe gjyqtari Ilir Panda pjesë e kësaj trupe që do të marrë vendimin me 27 nëntor nëse do të pranohet apo jo rekursi i Ilir Metës për heqjen e masës së sigurisë. Kujtojmë pra që Meta është marrë pandehur, por edhe në të 3 shkallet e gjyqësorit, edhe më herët gjykata e lartë i ka rrëzuar të paktën 2 kërkesa për sa i përket heqjes së masës së sigurisë, por edhe në gjykatën e apelit dhe në shkallën e parë këto kërkesa janë rrëzuar për zvendësimin apo lehtësimin e kësaj mase sigurie të arrestit në burg për Ilir Metën, i cili mbahet në paraburgim si dyshuar për 3 afera të Ces Dias, Pastrim Barash, por edhe çështjen e lobimit të Lëvizjes Socialiste për integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kuptoj mirë, Ervin, të falenderoj për këtë raportim.